sa janë paguar studiot për projekte dhe si janë paguar, me banga apo me thas dhe strajca. I bëj thirrje Interpolit, Europolit, Eurojust, të hetoj këto pagesa për të kuptuar shtrirjen e të mërshme të tentakulave të narkoshtetit shqiptar. $523 projekte janë, për to janë paguar minimumi nga 1.5 në 2 miliard euro. Por, përveç këtyre, libri Kuqi e Edi Rams, dosja sekrete shqiptare, ka dhe pronat e grabitura nga Edi Rama apo vllai i tij dhe nëna e tij e ndjerë. Në librin e Kuq, kanjoni i GPS me mbrojtje të shkallës më të lartë. Njëri nga 20 kanjonet më të çmuara në planet, i kanë vu Samarin sipër. Hotelin e Edi Rams, që kalon nga njëri breg në bregun tjetër. Dhe që ka patur psin të më padis, kur unë e paraqita këtu para jush një vit e gjysmë më parë, dhe që tregonte dhe se ky arkitekti Mas, mos gaboj, Mas, quhet Dutch, ky holandezi, ishte aty. Mbase dikush e kishte kompozuar fotografinë dhe ai mund mos. Po unë paraqita atë foto, aty nuk është risia se ishte Masi në plazhin e GPS, risia është se ishte hoteli vendosur, kalonte si Samar nga një breg në bregun tjetër të kanjonit. Dhe tani që ai ka çuar në gjyq, tani del libri i Kuq që fakton atë që unë kam paraqit para publikut. Pra, të dashur miq, ky libër përbën dosjen më kriminale në historinë e Shqipërisë të 35 viteve të fundit. Përshëndes dërgimin e tij në SPAK nga përfaqësues të protestës, i garantoj se Partia Demokratike po e studion dhe do paraqes akt padin tjetër po për këtë libër në SPAK, dhe kjo dhe njëherë për ne konsiderohet dosja më kriminale. Së dyti, duhet u informoj se qindra mijëra euro po shpenzohen në për korridoret. Ju lutem shifni pak këtu. Ç'po ndodh brenda ndërtesë kryeministrisë. Sultani i Kuq po vendos ngjyra haremin në kryeministri. Po, këto janë tipike ngjyrat e haremeve. Denoj me forcën më të madhe vendosjen e këtyre ngjyrave në hollët e kryeministrisë. Urdhoni, sa kushtojnë e sa s'kushtojnë. Këto ngjyra janë ose të haremeve, ose të kinemave të seksit në Pigalle.